Përshëndetje të gjithëve. Sot kam ardhur me një ëmbëlsirë nga më tradicionalet që kemi. Është oris me qumësht ose si e njohim ndryshe sultjash, por nuk e lash rehat atë tradicionalen. I shtova pak lëkurë dhe lëng portokalli, vanilje dhe në fund fare një puding vanilje. Nëse dëshironi, hajta përgatisim së bashku. Në një tenxhere shtoj një filxhan të çajit me oris, të cilin e kam larë më parë, derisa ka dalë uji i kulluar. I shtoj 3 filxhan të çajit me ujë dhe e ziejm për 30 minuta derisa të jenë përthithur plotësisht lëngjet. Më pas shtoj një gotë e mbushur plot me sheqer, shtojmë diku te 800 ml qumësht, e lëm të ziej sërish derisa të bëhet një masë e trash kremoze. Diku te 10 minuta e kemi gati. E përziejmë vazhdimisht, kapakun nuk e mbyllim plotësisht pasi kufon qumshti. Do marrim lëkurën e portokallit dhe jo vetëm portokalli, do t'i marrim edhe lëngun. Dhe kjo e bën të veçantë sultjashin ton. Gjithmonë lëkura merret nga ana më e imtë e rendes. Po të njëjtit portokall i marrim edhe lëngun. Marrim edhe pjesës tjetër lëngun dhe lëngun e portokallit e kemi gati. Në këtë moment shtojmë lëkurën e portokallit në tenxhere. Si e shikoni, masa është bërë goxha kremoze. Këtu kemi një gotë me qumësht. Do t'i shtojmë lëngun e portokallit. Shtojmë një bustin vanilje, ndërsa këtu kam një paketim pudingu, është puding vanilje, ka diku te 45 gram. E përziej mirë. Dhe kjo do t'ja tjetërsoj shijen sultjashit. Kur sigurohemi që nuk ka më kokriza, atëherë bashkojmë me orizin në tenxhere. E shtojmë me njerë. E përziej mirë. Dhe ngjyra me njerë ndryshoj, bëhet e verdhë, ka dhe të pudingut të vaniljes, por edhe të lëngut të portokallit. E lëm të ziejnë edhe 5 minuta së bashku derisa të trashet lëngu dhe më pas e largojmë nga zjarri. Filloi të ziej. Masa është bërë goxha kremoze. Në këto tasat e pudingut e shpërndajmë kështu të nxehtë si e kemi. Për këtë sasi unë mbush 6 deri në 7 tase. Normalisht do t'i lëm të ftohen dhe më pas mund t'i zbukurojmë si të duam. Unë do t'i lë diku tek 1 orë të ftohen. Si e shikoni, pjesa lartë është ngurtësuar. I shtoni reçelin që ju dëshironi. Unë po i shtoj reçel qershie. Kjo recetë është traditë. Është traditë, por me shije të re, ëmbëlsirë orizi me aromë portokalli. Nëse ju pëlqeu receta, mos harroni të bëni një like, të më bëni subscribe, të shtypni butonin e zilës për të parë recetat më të reja. Ju falenderoj që më ndiqni dhe miru takofshim në recetën e radhës.